aty brenda, nuk kam komunikime me të tjerët. Vazhdojmë komunikimet fatkeqësisht për së largu, sepse mbas Bigu dihet që është një periudhë shumë impenjuese dhe secili ka ato impenjimet e veta, për shembull Juela ka nxjerr këngë, Miri është me koncerte, Rogerti, domethënë është Rogerti, kështu që jam dëgjuar, jemi në kontakt, përkrajmë njëri tjetrin dhe e mbështesim dhe jemi gjatë gjithë kohës, wow, domethënë sa po nxjerrim ndonjë histori ose ndonjë lançim, jemi të parët që gëzohemi për njëri tjetrin. Por aq, kështu që... Pra kjo grupa edhe jashtë. Grupa e njëjtë edhe jashtë. Po, kështu jam dhe në jetë. Ata të tjera që ishit brenda, për kë e ke derën hapur për ta pi një kafe? Me gjithë. Për t'u sqaruar të pakten, nëse ekziston një vullnet për ta bërë. Nuk besoj se ka ngel një gjë për t'u sqaruar, se të paktën thuhet nëpër emisione që çka kemi bërë aty, i kemi lënë aty. Gjithë e dim që s'është ashtu. Nuk është ashtu, sepse për shembull kam rastisur që mund të kem edhe ndonjë koment tendencioz nga ish banor që them më fal, mbaroi u fik kamera atij programi. Move on, ka gjëra të bukura jeta që mund ta përdorësh. Unë kur nuk jam marrë vesh aty brenda, nuk besoj se do merrem vesh, se aty brenda do të je në kontakt me të gjithë. Kështu që kur pa dëshirë, do me thënë në kuptimi që je detyruar të bësh bisedë, nuk është se më ka shijuar, nuk besoj se jashtë. Nga të dyja palët, për shumë, do kishe dëshirë të madhe, por nuk i dihet jetës, varet, do me thënë. Ka gjithmonë mundësi të dyta për... Pra si dihet, le të lëmë një teren të pastër. Është totalisht i qetë, i pastër, me flamur të bardhë, nuk ka hasbëri, hatërmbetje. Për eksperiencën e spektaklit që do të prezantosh nga miqtë që ishit brenda dhe që mpanit po të njëjtin kontakt edhe jashtë, kush nga ta i pari, si me thanë, të shtyu po bëje, ose a kishe dikë që more për ta konsultu të pak? Direkt më uruan dhe më hodhën ripost në story shumë të lumtur, Rogerti, Juela, Miri gjithashtu më përgëzoj. Siç ta thash, ne vazhdojmë ta përkrajmë njëri tjetrin dhe jashtë. Pavarësisht se secili është në drejtimin e vetë të jetës. Do të kthej pak në kohë, se thash që dua të mësojmë për Edisën, bas edhe mund të kesh folur aty, po jemi një audiencë që mbase se ka përcjellur gjatë gjithë kohës. Ti je nga Elbasani dhe je rritur një familje të madhe. Po, 5 janë... 5 konsiderohet e madhe. Cili ka qenë pozicioni yt në familje? E përkdhelura, më mistrecja, më e heshtura, më punëtorja, po t'ja përshtu opcione. Unë jam fëmija i madh, gëzimi i parë. Dhe tashi duam ne, fëmija parë është shumë i letatuar. Dhe në familje jam e para, dhe në fisin e mamit jam besa parë, kështu që kam pasur shumë dashuri dhe shumë përkëdhelje. Ja të dy anët. Ato patjetër që e kanë vazhduar atë dashurinë dhe përkëdheljen dhe për motrat e mia, por unë vazhdoj të jem e preferuara e mamit dhe e gjyshes, për shembull. Që dhe kur kam qenë nëpër emisione, ato nuk ngurojnë që ta thonë që okay, kemi një dobësi për ty, duam të gjithë, po për ty kemi një dobësi. Aty brenda, për shembull, gjëja e parë që unë kam rivlerësuar ka qenë familja. Sepse duke qenë e përkrahur, e mbështetur gjatë gjithë kohës në çdo sfidë që i kam aty, mendoja se të gjithë njerëzit ose të gjithë fëmijët ishin rritur kështu. Aty brenda ti dëgjon histori që dikush ka probleme me babain, dikë tjetër ka braktisur nëna, dhe unë sa herë dëgjoja, aq herë me veten time thoya, o Zot, sa me fat jam, sepse realisht të lindësh, të rritesh dhe të kesh bashkëpunëtar të çdo nisme që ti bën, qoftë mirë, qoftë keq, sepse rrugtimi nuk ka rëndësi të jetë perfekt. Rëndësi ka që të vi në rritje, është një fat i madh dhe madje para se të nisesha për shembull për këtu te ju, piva një kafe me babin, sepse më duket sikur më jep fort, për shembull, ajo kënaqësia që ato kanë që po më shohin në televizion. Dhe një shtys shumë e madhe që unë ta vazhdoja televizionin janë ato. Se shoh një lumturi, domethënë, dhe një entuziazëm, më ndjekin në çdo emision. Aq të duhet që ti të thuash po. Çdo gjë tjetër fshihet, kur shoh lumturinë atyre, çdo gjë tjetër fshihet. Me motrën e vogël, në mos gabohem, ke diku 20 vite. 20 të plota. Të plota diferencë. Si e prite lajmin që po vjen në jetë një motër? Kam qenë shumë e lumtur, më duket që shumë interesante dhe në fakt
totalisht raportet në familjen tonë ndryshuan. Babi dhe mami